Policia e Kosovës ka arrestuar konspiracionistin Arjanet Slamniku nga Gjilani pasi i njëjti po dyshohet se disa personave u ka shitur ilaçe me pretendimin se me to fëmijët do të shërohen nga autizme. Slamniku, i cili është ndaluar për 48 orë, po dyshohet për ushtrim të kundërleqëm të veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike dhe eksperimente të kundërleqme mjekësore dhe testim të barërave. Pa kohë pas arrestimit, Policia e Kosovës në Gjilan ka bërë thirrje për të gjithë ata qytetarë që mendojnë se janë dëmtuar qoftë financiarisht apo nga ana e shëndetit të paraqiten për intervistim në stacionin policor në Gjilan. Policia e Kosovës ka siguruar ata qytetarë se çdo informacion i dhënë do të trajtohet në mënyrë konfidenciale dhe do të kontribuojë në procesin hetimor në përputhje me ligjin. Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje qytetarëve që du besojnë vetëm metodave të verifikuara shkencëtarisht, të cilat ofrohen nga institucione dhe profesionistë të licencuar shëndetësor. Kryeprokurori i Gjilanit, Arben Kadriu, në një bisedë shkurt për Kallzo.com, thotë se pas marrjes së informacioneve, menjëherë është formuar ekipi, i cili tashmë ka nisur edhe trajtimin e rastit dhe pritet të vazhdohet me procedura të tjera.